Para ta dietar kanë thonë se kur vjen agjerimi, dy lloj ibadete madhërime i bën Allahu Azza wa Jall. Adhurimi i sabrit, i durimi gjatë ditës dhe adhurimi i falënderimit gjatë natës. Pra thonë të Ebu Hatim, në ditën e Kiametit shtrohet një trijezë e madhe. Njerëzit që janë në llogari, kurse disa njerëz të ulën në trijezën e Allahut. Janë në gostinë e Allahut. Dhe ata pyesin që janë në llogari për këta që janë ulën në trijezë dhe hanë prej të mirave që Allahu Azza wa Jall i ka gostit ata. Dhe pyesin dhe thojnë, çfarë puna e tyre? Që janë ulën në trijeza dhe hanë kurse ne ende të qëndrojmë në kam dhe llogaritmi. U përgjigjen melekat atyre dhe i thojnë, për shkak se këto agjeroshin ndërsa ju nuk agjeroshin. Për shkak se këto netët i kalojshin në ibadet, kurse ju flin.